mungesë të ndërshkushmërisë vazhdojnë të na përcjellin të njëjta si problematike nga viti në vet. Pra nuk është se diçka ka ndryshuar nga viti paraprak dhe do të ishte befasi nga dikush me prit ndryshe, pasi që përgjithsisht administrimi ngelet me shumë probleme në mungesë të llogaridhënies, ty të rastis në disa shkolla një administrues që është shumë i relaksuar në përzinë që e ka, në anën tjetër një tjetër shkollë ki një administrues që e merr me super seriozitet punën e tij. Në këtë rast e ki një rigorozitet shumë selektiv të padrejt në administrim të testimit në qendrat testuese dhe përjedhoi dhe dalin rezultate aty jo shumë të besueshme. Pra, njëti grupi nxënësve ishte përndar nga e njëjta në klasë, del me rezultate shumë të ndryshme, varësisht nga fati ose mos fati i të njëjtëve në disponimin ose mos disponimin për menaxhim të mirëfillt nga ana e një administruesi. Kjo zguxon me ndosë, pasi që neve pelojna të ardhmen në një të riu, të reje në mëshirë të një vullnetit administruesit me qenë rigoroz ose mos me qenë rigoroz në atë përgjegjësinë që edhe u takon tyre për me mirë administru një testim. E keni përcjell gjatë kohë sektorin e arsimit edhe këtë procedurë, këtë proces në fakt. A keni arrit me vrejt cilat janë format më të shpeshta të kopjimit të nxënësve? Ajo që është më e keqja është që në të dy testime, si testin e arritshmërisë si të maturës, është kriju një mendësi në mesin e maturantëve dhe semimaturantëve që gjithçysh duhet me kopju. Pra është një normë, është një bindje në mesin e trive që nuk duhet me mësue mu përgatit, po duhet me gjetë mënyra për me kopju, me përdoru, me manipulu në testim. E që kjo është më e keqja mendoj unë, pasi që në fund të ditës ato që kopjojnë janë subjekt edhe i kreativitetit, po edhe i mundësisë që jepet nxënësve. Mirë po në mungesë të ndërshkimit, pra kur s'ka shkak pasojë, edhe përfundojnë në këto situata ku jemi, ku dikur ma ky kopjimin test maturët kthehet normale. Që kjo është ajo që ka unë ndjej në shumë keqardhje, pasi që e shoh që në mesin e trive testi maturës më shumë është si shkasi për të kopjuar ose si fat atje për mundësinë për të kopjuar, se sa si një përgatitje serioze për një testim që duhet të ishte determinues për shkollimin universitar atje. Dhe qysh përfundon në rrjetet sociale i gjithë testi brenda pak minutave? A ka ndonjë matje, ndonjë analizë se me çfarë shpejtësie shpërndahet edhe në grupe në Viber, WhatsApp, Facebook dhe ka do tjetër? Shpërndahet me shpejtësitë internetit, do të thonë gjatë çastit interneti që për fotografi bartën jashtë dhe brenda dhe vazhdon shkëmbimi. Dhe kjo vazhdon do të vazhdojë të ekzistojë deri në momentin kur administruesi nuk është i kujdesshëm ose nuk vëzhgon si duhet për qasin në telefon të nxënësve që janë pjesë e testimit. Pra, unë fort nuk i vë në faj nxënësit, po i vë shumë në faj administruesit ose përgjegjësit, kushdo qoftë që... A mund ketë ndoshta bashkëpunim, shkelje të rregullave edhe nga administruesit ose dikush prej stafit